po kjo është botë tjetër, kjo është botë e ushqimit, faktikisht, edhe është kjo fix tu. Se kot nuk ju thash parë, këtu jam 102 kg, ajo foto isha 102 kg më të basi, këtu jam unë 60 kg, edhe është fal. Është po 102-shi, fal kësaj. Me 60, këtu është peshkopi, më tha është luznia, tha e bukur, ai është drini aty. Uj brisk, perfekt. Paf, brenda. Qetësia vetë. Na kthe pak tek ajo foto. Kjo është fal kësaj gjës tu. Erdha në këtë gjendje. Tash ti. Ky është libri që bëra, domethënë këtë libër unë këtë lloj diete e fillova në vitin 3 vjet para, vitin 2022. Fill mas pandemisë. Po. Fill mas pandemisë. Sa fillova dhe domethënë fill mas pandemisë ishte po. Domethënë aty arrita pikjatën me shnetin tim, me shëndetin tim, domethënë kjo më keq se kaq, më thënë drejt. Më keq se kaq. Domethënë këtu ka i çik ngjyrën fytyrë. Fundi ishte 0 ngjyrën fytyrë. Pash domethënë shumë siklete me shëndetin, zorët, gjithë kjo pjesa këtu, domethënë bakteret këqija, nuk ekziston të asgjë, kolit, hemoroide, probleme, urse, zimje koke, migrena faktikisht. I ke parasysh migrenat që janë zime që nuk shpjegon, jo po ujë, jo po njëra, jo po tjetra, jo po kështu, nuk e dim çfarë, jo po stresi, jo po anksi, jo po ekrani tepër, të gjitha bashk. Them unë edhe i bim shkurt edhe kafja, edhe mungesa kafes, edhe të gjitha vetëm gjumit ta zgjiste. Të gjitha këto edhe shumë gjëra tjera, jo zimje kronike, kockash nga gjëra që mund të kam sy këtë, kockën këtu, kam sy kocka aty, kam si gjithë njerëzit, domethënë kalamujt, sidomos shqiptarët kur ishim të vegjël, kena shkatru trupin tonë normalisht. Kalama pasën. Kena kusure, po na kanë thonë gjithmonë që kockat, po e vrave një herë, do e kesh kusur gjithë jetën. Edhe do e ndjesh kur prishet koha kronike. U zhdukën dhe këto, çuditërisht, nejse. Po këto i kisha problem me dorën, i kisha problem shumë se nuk e ndjeja, domethënë vinte një moment se kam pas probleme me dorën, me tendinat, me këtë dorë nga basta, një instrumenti. Edhe kishte momente gjatë jetës, domethënë që kjo pjesa këtu me këtë pjesën këtu ishin të kundërt, të ndryshme. Kjo nuk e takonte kësaj, e kupton? Nuk e ndjeja këtë pjesën poshtë. Ishte empir deri në atë farë feje, domethënë inflamacion. Kjo për mua është inflamacion sot e kësaj dite e di këtë gjë, domethënë atëherë nuk e dija. Kisha kështu lloj episodesh të ndryshme, domethënë, po kryesorja ishte fundi ku arriti organizmi në një pikë që nuk pranonte as lloj ushqimi, refuzonte të gjitha, direkt në banjo. Sa e haja, gjysë orë më vonë në banjo. Dhe jo, po e kemi parasysh gjithë banja, normale. E dyshi, po. Po se kenemi dhe këto, ne njëshi, dyshi dhe dvjellmet. Nuk ishte me dvjellmet, do ishte mirë me dvjellmet, do ishim bulimik të paktën, por jo, nuk ishim ashtu. Edhe përfundova të haj vetëm, domethënë ishte një momenti fundit, domethënë vetëm gjok spule dhe sallat jeshile, asnjë gjë tjetër. Edhe tu pa dhe lloj gjërash në internet, pash një Netflix që domethënë ajo më bindi mua The Game Changers. The Game Changers ishte dhe Arnoldi brenda Schwarzeneggeri. Jena arrit me atë që të vegjël, thash po, kot edhe unë, i vura vesh dhe unë asaj dhe një gjova ajo aty histe poshtë çdo lloj gjëje vetë se veganizmit. Ha bimët, ha bimsin dhe do jetosh, do bëhesh. Okej, thashë. Hajde ta provojmë. E provoj dhe atë. Një muaj kam zgjatë atë, për një muaj thjesht isha këtu, vajta këtu. Më keq akoma, që se nuk refuzoja të gjitha, i refuzova dhe ato, pastaj, po përveç kësaj nuk kisha më as fuqi, as energji, debules, zgjohesha mjes për mjes me ide, duhet ikisha në punë, s'kisha as nervin, as fuqin, as terezin, as edhe i lloj gjëje, thjesht shkoja, si duhet shkoja, edhe shkoja atje dhe isha këtu, kupton? Gjithkohës dhe pash, nusja vllajt një moment, më vën duke ku e ke gjakun Orçun, shkosh të bësh në analizë, më duket se janë amik. Edhe unë analizën se bëra, por që më solli vllai një ca dokumentare që më shpjegoi anën e kundërt të monedhës, anën e kundërt të monedhës është ajo çfarë na thon mos hajmë dhe mos bëjmë. Të gjithë mjekët, të gjithë teologët dhe të gjithë nutriciologët, gjithët e famshëm të
jo të vetëm Shqipërisë, por edhe të botës, ekspertët ashtu të quajtur. Ekspertët ashtu të quajtur thonë mos ham mish dhe ndrysh shtazore. Këtu dokumentari i parë ishte një dokumentar që quhej Fat the Documentary. Po Fat jo si shëndosh, po Fat yndyra, që e ka Amerikani, Fat the Documentary. Ajo histe poshtë gjithë mitet që dim në sot e kësaj dite, kolesteroli gjallë, pivetat bën keq, mishi bën keq, mishi kuq, dhe që perimet dhe këto janë të mira. Kjo e ktheu botën time përmes, ai dokumentari 1. Edhe një 2 persona tjerë që ishin mjek, që janë dhe ata të tillë, po ata e praktikojnë vetë gjithë jetën, këtë mohabet, njëri nga ata është 15 vjeç që e bën këtë, që në kolegj kur ishte vetë, se ja tha një profesor i tyre që bimët vrasin, dhe unë nuk ushija kalamajt e mi, thonë ai me bim, dhe ky e vuri vesh atëre, edhe vazhdoi, edhe sot e kësaj dite predikon këtë gjë, dhe është, e dëgjova dhe këtë dhe thash, okay, se harrova një detaj të vogël, po te gjithë ky degradim i shëndetit vajta te doktori për çështjen e kolidit dhe hemoroideve, edhe atë që dëgjova, atë që më tha ishte sikën. Operacioni famshëm, edhe përgjigjja ime ishte në alternativë apo sikën, e po mirë, ikim kërkojmë në alternativë. Alternativa ishte mjekësi popullore. Mjekësi popullore me çajrat, gjëra kështu, sollën një farë lehtësimi, po nuk e zhdukën problemin. Unë ideja është që unë ta kapsha problemin nga rrënja, se unë kam si teori këtë time, domethënë në çdo lloj gjëje në jetë, sidomos në histori, domethënë, problemin që ta zgjidhim duhet ta kapim nga rrënja, edhe ta shkulim. Se ta kapësh nga koka nuk e zgjidh asnjëherë problemin. Mjekësia popullore atë më bëri, e kapi problemin nga koka dhe thjesht po më qetësonte për ca momente, po të nesër më vinte prapë mbrapsh. Këtë që bëri kjo lloj diete mishi, për shembull, që i thash në fund vetes, mbasi pash këto dokumentaret, i thash vetes në fund e diçka, nuk kam ça humb, po e provoj edhe këtë. Nuk kam ça humb, po e provoj edhe këtë gjë, kështu që fillova duke e provuar, edhe u shërova direkte. Sidomos pas një muaji, domethënë, më hikën gjitha. Domethënë isha shumë në rregull.